dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport, 2 import, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti, dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Në ndërkohë, e tha dhe ministri, për sa i përket skemës direkte, të gjitha pagesat do të mbyllen brenda këtij viti 100%. Këto janë vetëm disa nga plot të dhënat që mundësia në vëmendje për transformimin e bërë në këto vite, por çka na intereson sot është çka duhet bëjmë në vitet që kemi përpara, dhe kur them duhet ta bëjmë patjetër bashkarisht, sepse bujqësia më shumë se çdo sektor tjetër ka nevojë për këtë partneritet me qeverinë, ka nevojë për këtë partneritet me pushtetin vendor, për të arritur të përballë sfidat e veta, të cilat janë shumë komplekse dhe të cilat varen nga faktorë që nganjëherë janë jashtë mundësive të njeriut për të kontrolluar, siç janë faktorët klimaterik. Gjithsesi, ajo që ka më shumë rëndësi në bilancin e këtyre viteve dhe që vlen më shumë se çdo gjë tjetër për ta parë me optimizëm transformimin që duhet të thellojmë, është dia e fituar në të gjitha këto vite nga vetë ju. Dia e fituar në një sektor ku gjërat lëvizin me vështirësi, por lëvizin në mënyrë të vazhdueshme, dhe ku në botën që jetojmë, teknologjia sjell oportunitetet të paimagjinueshme deri dje. Dhe unë kam shumë besim që nëse dijen e përftuar për jush, së bashku me dijen e një vatre që do t'jetë gjithmonë më e rëndësishme vit pas viti për bujqësinë, për ekonominë, për zhvillimin e vendit tonë, që është Universiteti Bujqësor, do t'i bëjmë së bashku dhe do t'i vendosim në funksion të politikave tona, ne patjetër do të arrijmë që në 4 vitet që kemi përpara të bëjmë më shumë se sa në të gjitha vitet që kanë kaluar të mbledhura.